Tash, çka akuzojmë mas shumë ti kur vjen puna te obeziteti? Cili është ndoshta top 3 arsyet që mund të themi që shkaktojnë obezitetin tek njeriu? Edhe obeziteti a është vetëm dikush që është shumë mbi peshë, sepse ka shumë njerëz që po e përjashtojnë veten kur po përmendet fjala obez, mirë po obezi kur e ki BMI-n për 25 apo jo, që i bjen. Po, dhe mund të, ndoshta të klasifikimi i mbi peshës dhe obezitetit mund të vazhdojmë në fazë tjetër, po është mënyrë të kuptojmë mekanizmin, se si krijohet uria, dhe se si rregullohet mekanizmi i ngopjes. Okej. Sa po njeriu të ushqehet, ushqimi përfundon në stomak. Zakonisht stresorët, njerëzit që hajnë shpejt, edhe krijojnë mbi peshë. Sepse nuk i japin kohë stomakut, pankreasit dhe melqisë me e kriju hormonet, të cilat ne sot në botën moderne shkencore mund t'i imitojmë, domethënë është imitatori, agonisti GLP-1, i cili prodhohet në mënyrë natyrore prej stomakut dhe zorës 12 kishtore, e cili pastaj futet në gjak dhe ngadalë përfundon në tru dhe i jap signalin njerit, hey, ke hangër mjaft, stop. Dhe kjo është një prej faktorëve të stresit modern, i cili detyron njerëzit me hangër ndoshta 10 fishin e asaj sa ka nevojë, shpejtësia. Pastaj paralel me këtë krijohet edhe hormoni tjetër, që quhet GIP, hormoni gastrointestinal polypeptid, i cili varet prej insulinës, i cili njëkohësisht e rrit prodhimin e insulinës në pankreas dhe pastaj ngjeshmërinë e insulinës qoftë në indën e stomakut, në tru, pastaj në melqi, po edhe në indën dhjamore dhe të muskujve. Dhe ky mekanizëm, me qenë se ne në kohën moderne në shkencës kemi kap këtë mekanizëm, ne kemi intervjuar me vitin 2021 me një medikament që quhet Ozempic, semaglutid është medikamenti i cili është si mekanizëm veprues dhe medikamenti i dytë pas vitit 2023 është vitin 2023 është Mounjaro ose Tirzepatide dhe këto dy hormone imitojnë komplet hormonet të cilat prodhohen pas ushqimit, qoftë shpesh ngadalshëm, sepse njeriu pas 5 minutave, 10 minutave, i humb ndjenja që ushqihet me tutje. Dhe këto fjala është për këto dy hormone, të cilat e kanë ndryshuar komplet historinë e njerëzimit. Ndoshta është një zbulim epokal. Edhe unë thamë është zbulim revolucionar. Bashkë me zbulimin e gërsherës gjenetike, të Jennifer Doudna, vitin 2005, ky zbulim i ri, për herë të parë i jepet fuqia njeriut që ta menaxhoj lojën e Zotit. Për momentin na jemi në gjendje që ta luajmë Zotin, ose që të menaxhojmë instinktet bazike, evolutive, të cilat na kanë sjellë deri këtu.